heqja e shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Qarmatosja e Shqipërisë në mënyrë të plot. U qarmatosëm. U eliminuan, u zhdukën shkuan për skrap avionët, kemi pasur 150 avionë, ne s'kishim pak. Ishte një fuqi e konsiderueshme ajrore në zonë, në Ballkan. Kemi pasur 1100 tanke, u zhdukën. Le pastaj gryka zjarri artillerie edhe pozicione të fortifikuara e tjera dhe të tëra këto u shkatëruan dhe kanë arritur që tani ishet ky presidenti ynë që ka ardhur koha, ka ikur, jo ka ardhur, po ka ikur për të vendosur shërbimi i detyrueshëm ushtarak, sepse po qëse do ekzistonte shërbimi i detyrueshëm ushtarak, nuk do kishim në asnjë mënyrë djem që shpërndanin dhe përdornin drogën. Se 2 vjet ushtri të sjellin terezi, nuk ka disiplinë, nuk njohën jetën, po s'bëre, thoshin përpara pleq në vendin tonë, thoshin kështu: brinin e parë fëmijës ja thyen shkolla, brinin e dytë ja thyen ushtria, djalit. Edhe pastaj bëhet i aftë për jetën. Pra nuk ka ushtri, nuk ka disiplinë, nuk ka seriozitet, prandaj jemi dhe këtu ku jemi. Urgjentisht duhet vendosur shërbimi i detyrueshëm ushtarak.